Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Jeni me diabet, ja si ta ulni nivelin e lartë të sheqerit në gjak vetëm me këto ushqime. Uria mund të shkaktojë pikse dhe ulje të nivelit të sheqerit në gjak tek persona që vuajnë nga diabeti tipit 2. Kjo gjendje mundet të rezultojë me marrje mendsh, nervozizëm dhe njëkohësisht dobësi. Një nga arsyet kryesore për të stabilizuar nivelin e sheqerit në gjak është edhe ushqimi. Perime të gjelbra është koha për të zgjeruar horizontin tuaj. Kur hahet sallatë jeshile, dietës mund t'i shtoni dhe spinaq dhe kale. Fistik, për shkak të përmbajtjes së proteinave dhe kombinimit të yndyrave, fistikat mund të ndihmojnë në uljen e kolesterolit tuaj si edhe të ndihmojnë edhe në rrezikun e problemeve tuaja shëndetësore që lidhen me diabetin tuaj. Pije me kalori të ulët. Përveç ujit të pishëm, i cili është gjithmonë një ide e mirë, duhet gjithashtu të konsideroni shtimin e disa frutave në pijen tuaj. Ujit ja shtoni disa feta limoni ose kastravec. Gjithashtu ju mundet që të shtoni një shkop kanell përpara se ta konsumoni. Këtu ju do të gjeni të listuara disa ushqime të cilat ndihmojnë me diabetin e tipit 1 dhe të tipit 2. Pasi të gjesh kombinimet e duhura ushqimore, me qëllim që të mbash të ekuilibruar nivelet e sheqerit në gjak, mund të jetë e vështirë, prandaj çdo frut apo perime duhet të konsumohet, duhet që të jetë dhe e duhura. Peshku. Peshku është një nga burimet më të shëndetshme. Salmoni, sardelet, açuget janë burimi më i mirë për yndyrat omega 3 dhe DHA dhe EPA, të cilat e ndihmojnë në zemrën. Për të gjithë personat të cilët vuajnë nga diabeti, duhet që t'i konsumojnë pasi ato janë të predispozuar që të preken nga sëmundjet e zemrës. Këto acide mbrojnë qelizat dhe reduktojnë inflamacionin duke përmirësuar njëkohësisht qarkullimin e gjakut. Të gjelbërtat, perime si për shembull spinaçi, lëpjeta, sallata, janë plot me vlera por me pak kalori. Duke qenë se treten shpejt nga organizmi, ato nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak dhe të përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Një tjetër studim vuri re se kanella arrin që të ulë edhe kolesterolin dhe nivelin e triglicerideve. Vezët janë vërtet një paketë me vlera ushqyese. Përveç se të mbajnë më gjatë të ngopur nëse konsumohen rregullisht, ato ulin rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës. Vezët gjithashtu mund të përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe nga ana tjetër të ndihmojnë prodhimin e kolesterolit të mirë. Kosti është një nga produktet e bulmetit më të mirë për personat me diabet. Të dhënat gjithashtu kanë treguar se konsumi i kostit ekuilibron sheqernat në gjak dhe parandalon njëkohësisht sëmundjet e zemrës përmes probiotikëve që përmban. Tek personat me diabetin e tipit 2, kosti ndihmon në rënien në peshë dhe gjithashtu ndihmon sistemin tretës. Arrorët janë të shijshëm dhe të pasur njëkohësisht me vlera për organizmin. Të gjitha llojet e arrorëve përmbajnë fibra të cilat treten shumë lehtë nga sistemi ynë. Konsumi rutinor i tyre arrin gjithashtu që të ndihmojë në reduktimin e inflamacionit dhe në uljen e sheqerit në gjak. Brokoli tashmë është i famshëm për vlerat e tij. Studimet kanë pohuar se brokoli ndihmon në uljen e nivelit të insulinës në gjak dhe gjithashtu mbrojnë qelizat nga radikalet e lira të cilat prodhohen gjatë proceseve të metabolizmit. Vaj i ullirit ndryshe mundet që të quhet si balsam i zemrës. Ai përmban acide yndyrore të cilat ndihmojnë në prodhimin e substancës HDL, që është parë të jetë në shifra jo të shëndetshme tek personat me diabetin e tipit 2.
Gjithashtu vaji ulliri ndihmon në ekuilibrimin e tensionit të gjakut dhe qarkullimit të tij për një zemër më të shëndetshme. Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij nuk prodhon mjaftueshëm insulinë ose nuk mundet që ta përdorë atë siç duhet. Ky problem shkakton akumulimin e tepërt të glukozës në gjak dhe kjo gjë më pas pasohet me një sër simptomash siç janë ndrobitja fizike apo edhe sëmundjet e zemrës. Sipas të dhënave, një nga mënyrat për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak është ushqyerja e shëndetshme. Ushqimet dhe pijet të cilat trupi juaj i përthith ngadalë janë më të mirat sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Dritrat e plota ose për shembull buka e elbit. Ndonse shumica e bukëve duhen shmangur, buka prej elbit dhe ajo prej dritit të plot të bluar në gur kanë një nivel të ulët glicemie. Ato janë të pastër me fiber e cila gjithashtu ngadalëson tretjen dhe stabilizon nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, rrush, moll. Shumica e frutave kanë një nivel të ulët të glicemisë sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fiber, por niveli i glicemisë mundet gjithashtu që të ndryshojë në varësi të pikës së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë një nivel të lartë glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe në lëng mbetet vetëm sheqeri. Studimet gjithashtu kanë konfirmuar se njerëzit të cilët konsumojnë më shumë boronica, rrush dhe moll kanë më pak mundësi të preken nga diabeti tipit 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë një nivel tepër të lartë të glicemisë, ndërsa patatet e ëmbla kanë një nivel të ulët dhe për më tepër janë njëkohësisht të pasur me ushqyes. Kosi. Kosi është i vetmi produkt bulmeti që ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi i bërë gjithashtu në kushtet e shtëpisë mundet që të ndihmojë për uljen e nivelit të glicemisë dhe mbi të gjitha është edhe më i shëndetshëm. Tërshëra. Sipas të dhënave, tërshëra ka një nivel të ulët glicemie dhe ka pak gjasa që të shkaktojë luhatje të nivelit të sheqerit në gjak. Tërshëra gjithashtu përmban edhe B-glukan. Kjo substancë përmirëson njëkohësisht ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ajo ndihmon në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe ul yndyrat në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet që të mos e teprojnë me tërshërën sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Shumica e arrorëve. Arrorët gjithashtu janë të pasura me fiber dhe kanë një nivel të ulët glicemie prej 9,55. Ato gjithashtu janë të pasur edhe me proteinë me bazë bimore, acide yndyrore mono të pangopura, antioksidant, vitamina dhe minerale si magnezi dhe njëkohësisht kaliumi. Arrorët duhet që të konsumohen pa e tepruar dhe në variantin e pa përpunuar të tyre. Hudhra. Hudhra ndihmon gjithashtu në uljen e nivelit të sheqerit në gjak dhe përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe gjithashtu sekretimin e saj. Hudhra rekomandohet që të hahet e freskët sepse ushqyesit e saj janë më të dobishëm. Peshqit. Peshqit nuk kanë nivel glicemie dhe ato janë të shëndetshëm për diabetikët. Merluci i rritur në ujëra të ftohta është veçanërisht i rekomanduar për diabetikët dhe për personat të cilët janë të rrezikuar prej tij. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe e pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!